Shpresa mes vështirësive, konsumi matur dhe më shumë shpresë për ditë më të mira për 2026-ën. Qytetarët Pierak po I kalojnë ditët e fundit të vitit me ndjenja të përzjera mes dëshirës për fest dhe realitetit ekonomik që sipas tyre e ka bërë vitin 2025 një nga më të vështirët e dekadës së fundit. Ndryshe nga vitet e mëparshme, atmosfera e fundvitit këtë herë shoqërohet me më shumë maturinë në shpenzime, më pak luks dhe një fokus më të madh tek nevojat bazë. Shumë qytetarë shprehen se viti 2025 ka qenë I dobët ekonomikisht, me rritje të çmimesh dhe të ardhura që nuk kanë ndjekur të njëjtin ritëm. Megjithatë, ata vlerësojnë disa investime të kryera nga Bashkia Fier, si rikonstruksioni I rrugëve dhe zbukurimi I qytetit për festat e fundvitit, të cilat kanë krijuar një pamje më të ngrohtë dhe festive. Por sipas tyre, këto ndryshime estetike nuk e zbejnë as pak faktin se shumë familje shqiptare vijojnë të përballen me varfëri dhe pasiguri ekonomike. Çmimet ka vajtur në qell. Ta janë të çmendur. Deri dje par dje luteshin sot një paku majdanor 1500 lekë. Kaq. Ju duket normale që në fund vit të gjithë ngren çmimet. Menduri, ata 5 lekë I marrin ne nga pensioni, do të na I marrin për 3 ditë. Ky dhe dolët pa bler asgjë. Asgjë, vetë bleu, mirë do rri. Ke bërë blerjet e fundit për ndrimin e viteve. Kështu që po merrni pak gjëra. Po, shërmajmë shumë. Shërmajmë shumë. Do të më shumë. Ju del hesapi që të merrni çdo gjë duhet apo keni reduktuar? Gjë. Çmimet si ju duken? Normale. Pa ndihmën e fëmijëve, ja dilni dot? Po. Fëmijët I kam jashtë, në rikë, në Tiranë, në të person normal. Në ka probleme. Nuk e duhem në ndihmën e fëmijëve, ata po jetu. Atëherë jeni duke bërë psoniset e fundit, apo blerjet e fundit? Po, në fundit. Si ju duken çmimet? Ti shikove të kripura janë. Të kripura profesionistat të kripura janë. Do vi vërtet, ç'do të bëj? Se gjithë janë shtrenjtë. Jo më gjashtë shtrenjtë, kjo molla ka qenë shumë lirë. Tani është bërë me 1700. Ai tjetër ka qenë lirë gjithë angli. Atë po I thosha edhe unë kësaj tash vetë pas keni ndrorë çmimet tash aty. Zakonisht në fund vit, nëse vendet ndryshme të botës ka ulje çmimesh në Shqipëri ka ngritje. Bravo, atë do thosha. Se unë shkoj gjithmonë në Itali, po vetë atje me dorash të kushesi me gjitha fultet këtu, çmimet maksimum, atë kur nuk zgjidhen gjerat, merë edhe ku si janë, merë një çmim të tëra. Ja thotaj, kjo molla kaq çmim të tëra, nuk janë të njësoj. Kjo do 1700 tëra. Ku dalin çik tani? Ju do arrini dot si vjet të bleni gjithçka keni planifikuar apo të reduktuara? Po ca, jo. Mirë, unë kam mundësi, jo s'ten s'kam, po tjerë. I shikoj vjetë që të kullat, e kaposhit, e zogut, nishit, tek frutat e perimet. Të gjitha një pensionist me 100.000 lekë, që do bëjë? Po. 100.000 lekë. Qa do bëjnë edhe, I marrim I përballojmë në kemi fëmijët vjetë. Po I pjesë nuk I përballojnë dhe qa vetë. Atëherë pa ndihmën e fëmijëve është e pamundur apo jo? Është e pamundur, jo, është e pamundur për pensionistat, ata shumë gabim. Kam respekt për ama, po jo të japi deputetëve, po të japi popullit. Atë do të shikoj ai. Viti mbare, po gjithë shqiptarët të dojtë janë, edhe mirë fare. Nga Dlagja-Driz. Vetë ma afron që të më japi një lloj ndihme, as për kraj s'kam, as gjë s'kam, po zjas dorën. Kam 2 binjak, jam edhe shtatzane. Bashkëshorti juaj? Ja shumë pa punë. Mi gjen një punë edhe unë që mos dal të zjas dorën. Edhe shtetit mendoj se kam 2 vjet pa lek, pas një rrogë nuk kam. Pse ta zjas dorën ku të më shtetit më japi një lloj pune. As për vitneri se kam as një gjë për fëmijët. Si gëzojnë të tjetë, gëzoj edhe unë vitnerin. Për ju familje të Rome, viti I ri duke sigur është... Shumë e varfër nuk kemi që të më afrojnë të më japin ndonjë diçka. Të besoj edhe unë si gjithë të tjerët. Të gëzohemi.
Ju faleminderit shumë gjithëve. Si ju duket atmosfera festive e fundvitit? Po tjetë të tu në qytetin e Fierit, si vjetë është më mirë se çdo vit tjetër. Ne shikojmë ndryshimin, ka më tepër nga këto zbukurimet nga këto gjithë qyteti dhe i ka ndryshuar, janë të tjera nga vjetë si vjetë. Jemi të kënaqur me këtë. Këta kemi si të frimë për festat me Pra zbukurimet e qytetit. zbukurimi i qytetit. Është një kënaqësi shpirtërore kështu, edhe në prag të festave që mbushet me një çik nga ana shpirtërore. Si do ta vlerësoni ju në planin individual 2025-ën? 2025 ka qenë një vit në përgjithësi i mirë, me vështirësi ekonomike që e shikojmë të tjerët, e shikojmë në këto tregjet, sidomos rritja e çmimeve, është pa matur në atë kuptimin që secili i vet çmimet vet. Nuk ka bërë vakti, kështu dhe unë kam qenë dhe jashtë, edhe në këtë periudhë dhe atje ka oferta. Nëse këtu është e kundërta. Dhe shikoj që një pjesë dalin me duar bosh në tregu, ose nuk marrin fare, nuk vjen fare. Atëherë nga 2026 çfarë prisni? Po tjetë për qeverin, për anën politike të flasim, duhet të ndryshoj mendje, duhet të ndryshoj vijim. Njëherë e pare punës duhet të ndryshoj administratën komplet. Duhet të ndryshoj administratën, duhet të ndryshoj komplet qeveria, ata janë tërë korruptuar. Një drejtori komplet me prokuroria. Po në planin individual, çfarë prisni më mirë? Unë pres më mirë që të shërohet gruaja. Se e kam të smur. Dhe ti kem të lumtur një për mbesa, fëmijë, se janë të gjithë të angazhuar me punë të tyre, me fëmijët e me tëra kohë. Këto pres dhe mendoj që do ketë në një farë përmirësimi me gjithë këto që po bëhen në atë kuptimin kështu që me gjithë këto kërkesa që ka sidomos drejtësie, mos e kanë zënë mend ata dhe na çlirojnë dhe neve nga ana shpirtërore dhe nga ana ekonomike. Si po e prisni 2026-ën? Si po e presim ja, shkoj e vulot vetë, një lloj. Neve kemi poshtë, presim, sa më poshtë presim, ne jo më lartë. Pse? Ata që janë lartë, sa më lartë e më lartë ata. Pa ata janë në qeveritarë. Neve s'na vejeri nuk na kanë në refen e farë. Nga 2026 çfarë prisni? Por do? Nga 2026 çfarë prisni? Alla i unë për vete time s'kam as i besim. Kaq. As i besim s'kam. Këto zbukurimet e qytetit si ju duket? Të mira. Haman për të hamë zbukurimet. Të festojmë sonde zbukurimet. Se ato të mira që janë. Janë. Po nuk janë po. Po, për sa i përket ryezës së fund vitit, e keni mbushur kështu me të gjitha asortimentet? Po, themi se për vitri edhe kus kemi patur e kemi mbushur. Jo nani, se tani jemi ndryshe. E kemi mbushur mirë. Dhe i diku mirë. Po ka dhe më mirë? Po ka e më mirë, normale. Ka që i vezat pronontojnë e lokale, atë e venë lokale, pa ne zvemi do. E kuptonë, kështu që, po bene qave, me gjithë, s'ka. Ju si ka qenë 2025? 2025 ka qenë për neve shumë vit, shumë, jo i mbashur si duhet. Pse çfarë nuk ka shkuar si duhet? Po nuk ka shkuar si duhet, se shikojmë edhe këto pensionet, nuk, se ne jemi pensionistër, edhe nuk ashtu janë ngritur ashtu si duhen, kupton. Ja, po ta, kojna në qik nej, po, sa kojnë vetën ju? Ne i jam sa koj veten, kupton. Edhe këto zbukurime, këto që shikojmë, ato të mira që janë zbukurimet, shumë të mira, rrugët shumë të mira, pastërti heshtë, kjo që qëndrojnë. Po tryeza e fund vitit është e bollshme? Jo, bollshme nuk është. Me mundime të mëdha, po nuk është sepse nuk ja rrim atë, domethënë që duhet. Pa ndihmën e fëmijëve, ja dilni dot? Jo, nuk ja dalim, se pensionet nuk dalin. Pensionet që marrim nuk dalin. Nuk dalin, so me të keq, llafosim ashtu.
siç janë gjërat. Si e shikoni 2026, 10 vit më i mbar? Po, ne kemi shpresa, 8 vit më i mbar për neve. 2025 mirë shumë, po mua unë si Mallakasell jam arritur fjerë, më kam bllokuar pensioni sot e 20 vjet, pension e minierës me 200.000. A disa nuk punonte me këta. Vajte të pesen 3 maj e i ka futur breva të ta. Do i marrë më thanë, zoti lartë, me 200.000 sot e 20 vjet. Në 2006 deri sot, pse po ka pension? Më kërkuan 5 milion lekë. A disa më tha, pse si japin gjallëri? Nuk ti japin, duan lekë. Na për 2025-ën jeni munduar shumë për Po jam munduar pensionin, po munduam. E do munduam, do t'i marrë se është disa ime. 2026 e ke ndarë mendin, o jam... Do i marrë, më thanë, bajta të gazetarët atje, do i marrë, më thanë. Një tjetër tregues i situatës aktuale vjen nga sektori turizmit. Alfred Tanku, i cili ka një agjenci udhëtimi në Fier, thotë se këtë fundvit kërkesat kanë qenë dukshëm më të ulta krahasuar me vitet e shkuara. Si vjet ndryshe nga vitet e tjera që ka pas lëvizje më të mëdha, shihet çik një zbehje e lëvizjeve, më tepër njerëzit preferojnë të mbidhen pranë familjeve, edhe festojnë vitin e ri bashkë. Gjithsesi, më tepër pastaj ngelet data 1, data 2 që janë lëvizjet mbas vitit të ri, zakonisht janë destinacionet e afërta dhe këto vendet me borë që është Maqedonia apo Malizi. Ndryshe është si vjet është një trend tjetër që shumica kërkojnë që të lëvizjen dhe brenda për brenda Shqipërisë. Do të thënë janë qytetet turistike që janë jo Gjirokastra, jo Korça, një pjesë Berati si vjet ka kërkuar për të kaluar një darkë ose një natë. Ndërsa nga ardhja e migrantëve nuk është ai fluks që ka qenë vite më përpara, është diçka më ndryshe, nuk e di se si nuk po e gjem dot arsyen përse mbase kushtet ose pjesa tjetër që mendoj mund të jetë tërheqja që i bëjnë njerëzve që kanë këtu në vendet e tyre. Do të thënë pak a shumë kërkohet, si thua, të vinë këta që janë nga Shqipëria që të shkojnë jashtë. Amas ndoshta dhe vetë platformat e turizmit tashmë që edhe brenda vendit kanë filluar të jenë më bashkëkohore, kanë ndikuar që qytetarët mos zgjedhin të largohen jashtë vendit, por gjithçka që gjenin larg ta kenë këtu në vendin e tyre? Edhe kjo është patjetër, sepse dal nga dal po krijohen kushtet për një turizëm shumë të mirë edhe brenda vendit. Do të thënë, janë ngritur akomodimet shumë të mira, hotele shumë të mira që të ofrojnë gjithçka që njerëzit deri dje e gjenin jashtë Shqipërisë, tash e gjejnë edhe brenda vendit. Gjithsesi janë dhe shpenzimet janë më të ulta se sa që shkojnë për ata që shkojnë jashtë shtetit. Gjatë viteve të kaluara, cilat kanë qenë shtetet më të preferuara? Gjithsesi Evropa patjetër mbetet. Një Shqip kanë qenë pastaj destinacionet e largëta ose ato që kanë qenë vërtet atraktive, Dubai, Istanbul, ngelet po përsëri në tjetër. Është një pjesë pastaj e vogël që kërkojnë këto ekzotiket që janë destinacionet ekzotike që vjen. Si vjet ka padur për shumë pak. Edhe në sektorin e pasqyqarive vihet re një ndryshim interesant në shijet e konsumatorëve. Sipas përgjegjëses së sektorit të ëmbëlsirave, pranë Bleta Premium, Klevisa Çobo, përveç ëmbëlsirave tradicionale, këtë vit ka pasur më shumë kërkesa për ëmbëlsira moderne, si ato me pistakjo, kremra special dhe kombinime të reja që fitojnë terren, veçanërisht tek të rinjt.
Nga ana tjetër, pasqyqëritë që ofrojnë produkte premium theksojnë se ndarja e klientelës është e qartë. Qytetarët fjerak preferojnë baklavan dhe ëmbëlsirat moderne, ndërsa emigrantët dhe vizitorët nga jashtë tregojnë më shumë interes për baklavan dhe ëmbëlsirat tradicionale. Jemi vetëm një natë para ndrimit të viteve, shohim që ka edhe një dyndje qytetarësh të cilët duket se kanë lënë ëmbëlsirën për në fund. Atëherë, cilat kanë qenë kërkesat e fjarakëve? Ka ndonjë ndryshim nga vitet e mëparshme? Përshëndetje, atëherë në pasqyqëri Bleta, sigurisht që ka ndryshime, vit për vit shikojmë që fjerakët preferojnë baklava tradicionale po që është gjithmonë truezat e shqiptarëve, por si vjet kanë kërkuar dhe shumë baklavan tradicionale me qumësh panda edhe me arë. Gjithashtu kemi edhe me pistakjo, kemi edhe me kajmak pistakjo dhe shumë dëshmëri baklavash të tjera, ku i kemi të gjitha këtu në vitrinë, saraklin me petje jeshile, baklavan austriake, që prapë është bërë dhe kjo e preferuar goxha, si vjet kemi nxjerrë dhe baklavan me arë kokosi, ku është ajo aty, edhe shumë gjëra të tjera, edhe panetonën tradicionale, artizanale, domethënë me pistakjo, që është kërkuar shumë, kemi dhe shporta që vit për vit kërkohen për të bërë dhurata, ndaj familjarëve, ndaj kolegëve, nga të gjithë të tjerëve. Kemi shumë dëshmëri gjërash. Janë të masive të ndryshme, shoh shportat. Përzgjedhja zakonisht është e qytetarëve vetë apo ja u lën juve në dorë për të përzgjedhur gjërat më të mira? Ka dhe nga ata që përzgjedhin vetë, ka dhe nga ata që na lënë ne në duar, që thonë mund të bësh deri në një fart çmimi. Atëherë çmimet fillojnë nga 25 të shportet që janë po shportat e vogla, mini shportet them ne, deri tek nuk ka ndonjë çmim të fundit, varet nga klienti gjithmonë. Mundohemi që të jemi sa më afër klientit nga atë çfarë kërkon. Vetëm edhe njërë të baklavaja, megjithse është ëmbëlsira tradicionale e fund vitit, pra shohim një shumë llojshmëri. Patjetër që baklavat për te tradicionales, pra ato mund të themi bashkëkohore apo modernet, kanë edhe një çmim tjetër, apo jo, pavarësisht kësaj qytetarët nuk stepen, apo jo, për të patur shihet e reja. Jo, shikoj që nuk është se stepen. Ai që ka dëshirë për ta provuar e provon, sado që të jetë. Shikoj që ka gjithmonë kërkesa tek të ndryshme. Ndryshim ndërmjet kërkesave të emigrantëve dhe kërkesave të fjerakëve autokton që ndodhen këtu në qytet. Emigrantët kanë dëshirë të provojnë baklavan turke dhe baklavan tradicionale shqiptare. Me gjalpin e shkrirë, që ne ofrojmë gjithmonë me gjalpin e shkrirë, edhe me arra. Ndërkohë, duke qenë se Bleta ka një eksperiencë greke, vjen nga një eksperiencë e tillë e shtetit i fshinj, shumë vjeçare. Çfarë ka këtu të huazuar, le të themi, nga... është vasilopita, është kjo. Vasilopita bëhet me monedhën e fatit. Ka një monedhë fati brenda dhe ndahet në datën 31 kujt i bie nga familja. Është tradicionale dhe kjo dhe shikoj që si vjet është shtuar akoma më shumë, e preferojnë shumë. Si u ta përshkruani të 2025-ën për le themi sektorin e ëmbëlsirave këtu në Fjer? Si do ta përshkruaja? Shikoj që vit për vit ka goxha ndryshime. Njerëzit kanë në një moment që mund të stopojnë, themi që nuk duam ëmbëlsirë, por prapë vazhdojnë e kërkojnë ëmbëlsirën. Edhe gjithmonë pasqyqëri Bleta jep ëmbëlsirat më të mira, besoj. Gjithmonë ka ëmbëlsira nga shumë dëshmëri të ndryshme, që ofrojnë të gjithëve shqiptarëve që mos ta lënë ëmbëlsirën. Megjithatë, duke qenë se baklavaja, për shembull, apo kadaifi, apo disa ëmbëlsira të tjera që janë tipike, tradicionale të festave të fundvitit, kërkesat janë vetëm gjatë të ditëve të festave, apo mund të ketë edhe qytetarë që porosisin baklava, për shembull, apo kadaife edhe gjatë muajve të tjerë? Jo, po, normale, gjithkohës është porosie baklava dhe ne kemi gjithkohës baklava. Në çdo lloj gëzimi, në çdo lloj feste, shqiptarët nuk e lëshojnë baklava nga trueza e tyre. Urimi juaj për 2026? Uroj që gjithë shqiptarët jenë mirë, ta kalojnë sa më mirë këtë vit dhe inshallah sa më pak halle.
Në sheshin e qytetit dhe në zonat tregtare spikat dhe prania artizanëve, një qytetar nga Durrësi, Nikolin Allajbeka, i cili për të dytin vit radhazi ka ardhur në Fier, thot se ka gjetur interes për punimet e tij artizanale. Ndër qytetit të Fierit duke shitur pikërisht këto zbukurime. Keni ardhur nga Durrësi apo jo? Pse zgjodhet Fieri? Fieri më pëlqen se e kam provuar edhe është qytet shumë i bukur. Shumë i bukur. Sa ta herë është që vini këtu në Fier në fund vit? Viti i dytë. Viti i dytë. Çfarë preferojnë më shumë fierakët? Punime dore më shumë. Punime dore, artizanale. Këto gjëra. Cilat janë më të rrequra, zemrat? Druri. Punimet e drurit me djegje, me pirografi. Cilat janë më të tërhequrat? Kushtuar kujt? Nënës, motrës, vllajt, fëmijëve? Familje, për familje më shumë. Për familje. Dhe ju keni zgjedhur këto motive sepse për ju fundviti simbolizon vetë familjen, apo? Po, patjetër. Po. Për sa vitesh jeni angazhuar me punime artizanale? Që në 2000-shin, po bën 25 vjet me këto punë merrem. Është traditë familjare? Po, patjetër. Po, kam edhe nusën që punon kështu, punë artizanale që punon. Jeni së bashku me djalin tuaj? Po, me djalin. Ndihmon nganjëherë kështu ku kam fluks. Si ka qenë deri tani? Jo keq. Edhe mirë jo, po edhe keq jo. Gjithsesi, të kënaqur jemi. Si do t'i përkufizonit fierakët? Jo, unë për vete nuk kam vretje. Janë shumë njerëz të mirë, gjithë, përgjithësi. Do vazhdoni ta zgjidhni Fierin? Patjetër. Çfarë prisni ju nga 2026? Atëherës, ju urojmë shqiptarëve gëzuar festat, mbarësi, paqe, dashuri, gjitha të mirat. Në të rësi, Fieri e pret vitin e ri me shpresë, por dhe me kujdes. Qytetarët nuk kanë hequr dorë nga festimi, por e kanë përshtatur atë me mundësinë ekonomike. Konsumi është më i kontrolluar, udhëtimet më të pakta dhe zgjedhjet më pragmatike. Megjithatë, mes vështirësive, mbetet shpresa se viti i ri do të sjellë më shumë stabilitet ekonomik, më shumë punësim dhe më pak barë për familjet shqiptare, duke kthyer buzëqeshjen e munguar në fytyrat e shumë qytetarëve.